Ndërsa krejt aktivitet në Ramazanit, me teravi, me agjerim, me lexim, me gjitha, duhet zemë me përballu. Sot me kone fort, sot me kone gjallë, shumë me kone gjallë. Andaj një njëri është falë, në Egjipt ka qenë një vend, e moj men, s'kam qenë ati mu falë, po e di që ka qenë një vend, ata i falnin teravit, po që i falte me 6 gjuza. Në teravit, 5 ditë bëshinate, 5 bëshinate. 6 gjuza në teravit. Edhe një gjemat, s'ka qenë një rregull, ka shku me provu. Si për jaden, dikur ditë në tretë, i ka thonë hoqës, hoqë, kjo është përputhe me sunet e pejgamberit, Akari i ka 500 gjamia, pse e ardhë më konë atë? E ka unë nuk përballot këtë datë kështë më radhë, nga se kurizi, po ta kishte njëri nga qeliku, dhe thejë nga teta. Së dërën dëtë kurizi këtë lezim tonit. Kjo që i tha, birë jam qështë nuk ka me kuriz, është me zamën atë. Apo? Se këtu ka njerëz të moshuar që e kanë kuriz më të lodhë se ti, po zamën e kanë të gjallat. Përgjigje e duhet. Andaj teravia nuk përballot me këmbas me muskuj, me zamër të gjallë. Kurani, hatmia, sadakaja, gjithë aktiviteti Ramazanit përballot me një zemër aktive, një zemër të gjallë, një zemër që është e gatshme të përballon dinamikën e aktiviteteve të Ramazanit. Nëse është e lodhur, s'ka mundësi. Ditën e parë, ai ke pa zemrat e pa përgatitur për Ramazan. Ditën e parë bushë xhamia, ditën e tretë shkojnë të lodhur. Marrin energji dhe ruhen për fundin që ta kërkojnë natën e kadrit. Domethënë kanë fillimin e ndezër edhe kanë në fund emocional. Ka që Ramazani shumë njerëz atë. Ama Ramazani i elitarëve, Ramazani i të përzgjedhurve, është Ramazan me dinamik 24 orë të vazhdueshme. E për çën kështu duhet një zemër e fuqishme, një zemër e gjallë. Mandaj kjo zemër duhet me lëviz ka Allahu te barekallahu, nga se ky është funksioni i saj. E mirë të ndërlozë. Nëse themi se një njeri duhet me lëviz, a duhet lëvizja e tij të kurzohet nga disa rrethana? Po, me lëviz duhet të kurzohet. Kushti i parë i lëvizjes, cili është? Të jetë njëri i zgjuar. A ka mundësi njëri në gjumë me ecë? Ka mundësi mu quti kush natën, dhe përse të dikush, po ka mundësi njoni u zheki natën. S'po flasë për përjashtimet, po flasë për gjendje normale. Një njëri në gjumë, a ka mundësi me shku në punë? S'ka mundësi, ka mundësi shme, ajo është në gjumë. Prandaj nuk ka mundësi me lëviz ai në gjumë ose i përgjumëri. Kushti elementar i hapit të parë të lëvizjes në mëngjes është të zgjohesh nga gjumë. Prandaj kushti i parë i një zemre që lëviz si duhet ka Allahu te barekuhu teala dhe i përgjigjet si duhet dinamikës së Ramazanit është të jetë një zemër e zgjuar. Jo e përgjuar, jo e hutuar, jo e mbuluar nga pluhuri i nefsit, po një zemër që e zgjuar, e këndellur edhe e kupton situatën, e din çka po i thuhet, e din çka po e pret, e din ku po e. Po njëri që është përgjum shumë, apo edhe ti ke mundësi një lagë të mirë sa ai e merr vesh, çfarë merr vesh, apo kur zgjohet, çka ka ndodhur, po a tregova, ja, më ka dukur kundër. Më ka dukur si tjetër. I përgjumre, s'ka një. Edhe më tjetë gjumë. Atë ne mund të si hoxhallar, dietar, apo po nëse zemra është e gatshme të gjuhë e gjallë, që marrë të gjërat të përgjumurve, apo ose aty që janë gjumë, do të pasojë me zgjuh pastaj të flasim. Për këtë arsye Allahu te barë kur ka folur për Kur'anin, edhe kush përfiton nga Kur'ani, i ka përmend 3 elemente. I parë është ka thonë, limen kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Don, ai që përfiton nga Kur'ani kush? Ai që ka zemër. Mirë, gjithë kemi zemër. Ja, zemër të zgjuar, zemër aktive, të gatshme që ti dëgjon me vëmendje udhëzimet hyjnore. Ne do një zemër e zgjuar. Një zemër e zgjuar. Edhe dietar kanë përmendur shumë sqarime për zemrën e zgjuar, si me zgjuar kështu më radh, nuk du shumë me shëtit në këto shpjegime, do të marrë disa për tyne që ti marrim si ndoshta udhëzime praktike dhe referuese për zemrën e zgjuar. Të ndërëzër, njeri për më zgju nga gjumi, i duhet një goditje. Me lëvizje, apo, gjohë, apo.
Duhet me çupi gjumit. Edhe zemrës duhet një goditje, që e zgjën zemrën nga gjumi. Kur zgjohet nga gjumi, fillon me i vrejt gjërat realisht çysh janë. Fillon me i pa njerëzit tamam, kush është afër e kështu me radhë. Kur në gjumë nuk e din kush është afër. Prandaj, me çka duhet me e godit zemrën? Sa janë forcat goditëse që e zgjojnë zemrën nga gjumi. Që ky agjërues të ketë një zemër të gjallë, të zgjuar nga gjumi, të larguar, të shpëtuar në distancë nga gafleti, nga hutia, nga habia që është smundja e rëndë e zemrës, që i mundson pastaj me kuptu rrethanat që është në turë. Kupton që në Ramazan jam. Ka shumë që mund t'i përmend disa pyetje shumë shkurtë. Njeriu në këtë dunjë të ndërlozur, nga shumë aktivitete që ai sillet do, më shumti kush e godet. Për shembull, një njeri me që shikon njëri, tjetri i flet, tjetri për shembull ja thot një këshill, tjetri për shembull ja jap një dhuratë, tjetri për shembull i jap shumë diçka. Cila pjesë nga këta faktorë, fjala, shikimi, heshtja, lëvizja, dhënia, cila nga këto më shumë ti ka u përshtypje, më shumë ti ja ka marrë vëmendjen? Dhënia. Po, kur ti jap. Pra njeriu të ndërlozën, Allahu te barekuhu shpeshherë e ka shkund me begati. Sa ka në Kur'an, për shembull, udhëzime që Allahu te barekuhu na fton që të shikojmë begati, vrojtimi i begative, vrojtimi i mirësive që Allah t'i ka dhënë. Falyanzur insanu ila ta'ami. Le shikoj njëri në ushqimin e tij. Shikoj ushqimin tonë. Çka më shikoj? Shikoje preardhjen. Shikoj ky ushqim për shembull sa ka shërit dunjon dhe sa ka në sofrën tënde. Kush e sodi kështu? E shumë tjera nga begati që të i përmenë. Njeriu e lëviz begatia. Prandaj ne të ndërlozëm mos pari për me e zgju zemrën nga gjumi, apo duhet me përmirësu qasjen në raport me ato që na ka fut në gjumë. Kush e ka fut njëri në gjumë? Dunjoja. A ka mundësi ahireti me të fut në gjumë? Jo, s'ka mundësi. Njëri për shembull vazhdimisht e ka ahiretin parasysh, përkujton xhenetin, përkujton xhehenemin, përkujton dalin për Allahut, llogaritën, ama i përgjumur. A ka mundësi? Pa mundësi. A ka mundësi njëri për shembull për shkak të bizneseve, angazhimeve, punëve, lakmisë e kështu me radhë me ranë gjumë të gabi. A ka mundësi? Po çka të fut gjumë zotëve. Në momentin kur begatit, të sa roli tyre ka qenë me të mbajtë gjallë, të kanë fut gjumë, duhet me të njëjtin faktor me çupi gjumit. Vrojtimi i durë begative. Për shkak se të ndërlozëm, shpeshherë ne në raport me begatit kemi qasje të gabuar. Në shpërputhje me qasjen që Kurani kërkon nga ne. Për shembull, qasja e njerëzve, karshi, çdo begatie që e gëzojmë në dunjë, është qasje e shfrytëzimit. Në shumë njerë këtë njerë i qasje çdo begatie për ta shfrytëzuar, është qasje e shfrytëzimit. Dhe pastaj kjo qasje e shfrytëzimit imponon një pyetje vetëm në raport me begati. Si me arrit kjo, si me fitu, si me pas, si me shfrytëzu.